Në 2018 Mbashkia e Tiranës detyroi ndërtuesit që dherat e dala nga gropat e pallateve të reja që do të ndërtohen të depozitoheshin në inceneratorin inekzistent të Tiranës, pavarësisht se marrëveshja nuk u bë kurrë transparente e madje në shkelje të ligjit, nuk u kalua as në Këshillin Bashkiak, ndërtuesit ishin të detyruar t'i paguanin inceneratorit inekzistent nga 5 deri në 10 euro për metër kub në varësi të klasifikimit të mbetjeve. Por pasi SPAK vendosi inceneratorin e Tiranës nën sekuestro për korrupsion, administrimi do të kalonte në duart e Agjencisë Administrimit të Pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara. Por çfarë do të bëjë me dherat e gropave të hapura nga ndërtimet? Piranjat kryen një vëzhgim ku vërtetohet masakra mjedisore që konsumohet çdo ditë përpara syve të qytetarëve, si në Zallher ku depozitohen 10 kamion të ngarkuar me inerte nga gropat e pallateve dhe komplekseve të reja që ndërtohen në Tiranë në shkelje të plotë të ligjit dhe pa u penguar nga askush. Jo vetëm këtu, por edhe në Tufin është krijuar një tjetër vend depozitimi legal, ku mijëra metër kub inerte shkarkohen çdo ditë. Fare ngjitur me varreza, 10 kamion shkarkojnë të pashqetësuar nga askush dhe e largohen qetësisht. Edhe tek Muraga, një zonë pak kilometër larg qendrës, kamionët me dhera dhe inerte bëjnë vajtjardhje thuajse të pandërprera. Nga pamjet shihet qartë sasia shumë e madhe e materialit të shkarkuar edhe këtu në shkelje të ligjit. E njëjta situatë edhe në Mëzes, ku pas fasadave të bukura fshihet shëmtia që ka shkaktuar dora e njeriut, ndërsa aty janë të pranishëm edhe efektiv të policisë bashkiake, të cilët qëndrojnë të qetë përballë masakrës mjedisore që bëhet para syve të tyre. Në Baldushk, inertet janë hedhur direkt në shtratin e lumit Erzen, duke devijuar rrjedhën normale të tij, por edhe duke shkaktuar një dëm ekologjik për të gjithë zonën përreth. Situata nuk është e mirë në Sharr, ku shkarkohen në shtratin e lumit dhe në toka bujqësore. Dherat e nxjerra nga gropat e pallateve që pritet të ndërtohen pranë digës së liçenit artificial. Një vajtjardhje e vazhdueshme e kamionëve në zemër të kryeqytetit duke sfiduar ligjet e shtetit, ndërsa institucionet vendore duket qartë se kanë vendosur të mbyllin të dy sytë përballë kësaj masakre. Po autoritetet a janë në dieni se çfarë bëhet me dherat dhe inertet që dalin nga gropat e kullave të reja? Për këtë, piranjat pyetën kryetaren e re në detyrë të Bashkisë së Tiranës, Anuela Ristani, e cila nuk dha asnjë përgjigje përveç se krijoi një kordon policësh bashkiak. Ku shkojnë dherat që nxirren nga gropat e pallateve të reja që duhen në Tiranë? Shihni njerëz se kuptova. Po ja, pra qytetare për kërkon. Nuk është. Ku po shkon? Për këtë situatë, piranjat u drejtuan edhe tek Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, që është treguar i verbër përballë masakrës mjedisore që po i bëhet Tiranës. Se edhe mund të ketë në kuptimin e asaj sektor apo inspektor të cilët edhe mund të kenë rrëshqitur diku. Hapat që do të merren do të jenë nxjerrja një urdhri urgjent për ngritjen e grupeve në terren për verifikimin e situatës dhe nisjen e punës pikë së pari për identifikimin e shkaktarëve, e autorëve të këtyre masakrave, po krimeve mjedisore.